Faktet e kësaj çështje dhe jurisprudenca e zbatueshme mbështesin një afat të gjatë për burgimin e secilin prej të akuzuarve. Ndërkohë ne kemi dhënë një shpjegim faktual dhe ligjor në dosjen përfundimtare të prokurorisë dhe si rezultat do dua që ti përmend të gjitha këto faktorët këtu. Ndërkohë që kolegët e mi do të vazhdojnë me prezantimet e tyre dhe do të trajtojnë disa prej argumenteve të mbrojtjes, ne i qëndrojmë asaj që kemi parashtruar në dosjen tonë që ne i qëndrojmë faktit që ne kërkojmë dënimin e personave konkret. Pra ne nuk kërkojmë një dënim për shtapin e përgjithshëm, por për persona konkret. Ndërkohë, ZPS-ja kërkon vendim dënimi për të gjitha pikat e akuzës dhe vendosjen e një vendimi të vetëm prej 45 viteve, mbështetur në kontributet individuale të krimeve të bëra ose të kryera nga secili prej personave, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi. Këto krime janë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit dhe janë të rënda në natyrë. Dhe këto akuza nuk e kanë humbur vlerën e tyre me kalimin e kohës. Vazhdojnë të mbeten ende shumë të rënda. Për pjesën tjetër të kohës që kemi në dispozicione si prokurori, kolegët e mi do të vazhdojnë që të diskutojnë për përgjegjësinë e të akuzuarve për krimet akuzuara në akt akuzë. Së pari, zoti Tigër dhe zonja Losën do të diskutojnë planin e të akuzuarve për të fituar dhe të ushtruar kontroll në gjithë Kosovën dhe hapat kriminal të kryer për të eliminuar oponentët dhe për të arritur qëllimin e tyre. Zoti Paç më pas do bëjë një përmbledhje të modeleve të krimeve, përfshirë këtu persekutimin, trajtimin mizor, ndalimin arbitrar, torturën, vrasjen dhe zhdukjen me forcë, të cilat kanë ndodhur në autoritetin e të akuzuarve në përputhje me qëllimin e tyre të përbashkët kriminal. Zoti Kuik më pas do diskutoj për strukturën dhe funksionimin e shtapit përgjithshëm dhe të UÇK-s gjatë periudhës akt akuzës. Zoti Kuik më pas do të flasë rreth krijimit të qeverisë përkohshme të Kosovës dhe se si kjo i ka dhënë të akuzuarve një shtysë paralele dhe shtesë me cilën do të ekzekutonin qëllimin e tyre të përbashkët kriminal.